Kur duhet t'i lani dhëmbët në mëngjes, para apo pas ngrënies? Dëgjoje tani. Ndonë se rutina e të ngrënit në mëngjes nuk është e njëjtë për të gjithë, ka vetëm një zakon i cili duhet t'jetë i pandryshuar dhe duhet të kryhet në një mënyrë të caktuar. Një profesioniste e shëndetit ka ndarë një video që thotë se dhëmbët nuk duhet të lahen kurrë pas ngrënies së mëngjesit, por gjithmonë përpara se të konsumoni mëngjesin. Keni parasysh arsyet për këtë, shpjegon ajo. Kur hani mëngjes, goja shndrohet në një mjedis acid, kështu që kur e lani dhëmbët, ju i shpërndani gjithashtu acidet dhe i fërkoni pas dhëmbëve tuaj duke dëmtuar edhe smaltin e dhëmbëve. Larja e dhëmbëve para ngrënies i mbron ato nga çfarëdo lloj ushqimi që mund të hani gjatë ditës dhe nuk do të shkaktojë dëmtimin e tyre dhe prishjen e tyre. Ndaj, mënyra më e mirë për të filluar ditën është të lani dhëmbët për të evituar kështu dëmtimin e smaltit dhe jo